9 maj ishte data kur Rusia shënoi ditën e fitores. Ka presidentit rus Vladimir Putin dhe liderëve të tjerë autokrat. Aty mori pjesë dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Pjesëmarrja e tij në këtë paradë nxiti reagime të shumta të liderëve evropian, por edhe atyre kosovar. Ministri në detyrë i mbrojtjes Ejup Maqedonci ka thënë se vetë prezenca e Vučić në paradën ushtarake në Moskë është dëshmi e lidhjeve të forta që ka Serbia me shtetin rus. Serbia po vazhdon të dëshmojë çdo ditë më tepër lidhjet e saj me vendet autokratike dhe me aleatët e tyre historik, siç janë Federata Ruse, por te vendet e tjera jo vetëm formalisht, duke qenë pjesë e aktiviteteve, siç ishte parada ushtarake në Moskë, por edhe më saktësisht duke bashkëpunuar dhe në fushën e blerjes së armatimeve dhe qasjeve ushtarake në raport me ato vende, ka thënë Maqedonci. Duke qenë e tillë, Maqedonci tha se qasja pushtetuese e destabilizuese e Serbisë është e shkruar edhe në kushtetutën e këtij shteti, duke mbajtur Kosovën pjesë të saj, e që me shpërfaqësi dhe në vazhdimsi synon raportin me Kosovën. Serbia nuk ka ndryshuar qasjen hegemoniste në raport me Kosovën. Kjo pasqyrohet në vazhdimsi si në deklarimet e tyre, si në veprimet e tyre dhe aktivitetet, por edhe në mbështetjen që institucionet e sigurisë në Serbi i japin elementeve që kanë zhvillim sulmin dhe aktivitetet terroriste në vendin tonë, ka shtuar Maqedonci. Ai foli dhe për nënshkrimin në mars të memorandumit trepalësh në fushën e mbrojtjes nëpërmjet Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, duke thënë se nuk ka pasur synim kërcënues ndaj askujt. Kjo deklaratë ka pasur synim që të lidh mes vetes shtetet që ndajnë të njëjtat vlera, në mënyrë që të jemi të gatshëm të mbështesim njëra tjetrën në raste ku cënohet siguria e gjithë Ballkanit Perëndimor, ka nënvizuar ai. Sulmi terrorist i informacioni para ushtarak serb, i 24 shtatori 2023 në Bajsk, ku mbeti vrarë shteri Afrim Punjaku dhe sulmi tjetër terrorist në infrastrukturën kritike në kanalin e Ibrit, janë dëshmi e pretendimeve të Serbisë ndaj Republikës së Kosovës.